Edhe nesër luani me Byrsin si e prisni si është gjendja e skuadrës? Po si gjithmonë, nesër prap një ndeshje shumë e rëndësishme për ne. Kemi nevojë për pikat, luajmë në Elbasani, edhe ne jemi përqendruar do bëjmë maksimumin e fush, edhe do provojmë do bëjmë edhe me pikat maksimum. Byrsi është skuadra vetme që ju ka shënuar 3 gola në ndeshje këtë edicion. Keni një merak para kësaj sfide? Jo, nuk kemi merak sepse nuk kemi shikuar mrapa. Tani ne jemi shikuar vetëm para. Patjetër ata fitoi 3-2 në Bashkë dhe ta meriton, patjetër, sepse neve nuk ishim mirë. Por tani ne jemi mendoj vetëm për pikat, si do luajmë mirë, si do kalojmë javës mirë, edhe kjo është e përqendrim nga stafi edhe nga lojtarët. Ekipet e Kreut hasin shpesh përgjithësi me ata që luajnë për mbjetesë. I droni një ndeshje të fortë në asociacion. Patjetër. Çdo javë fort, çdo ndeshje fort, edhe ti e drejt. Edhe nesër është një ndeshje interesant, një ndeshje fort, ne jemi gati. Edhe pastaj si gjithmonë do presim dhe do flasim pak më shumë mas ndeshjes. Jemi në fazën kulminante të sezonit. Është skuadra në maksimumin e saj apo prisni sërish? Deri tani ne jemi rregull dhe mund të them jemi në maksimum, por ndoshta kemi edhe pak hapësirë do bëjmë edhe pak më shumë. Por e tash unë nga fillimi, ne jemi shikuar vetëm javë për javë. Ti e drejt, jemi tani në faza 3, jemi afër edhe për faza 4, domethënë kemi 11 ndeshjes do morojnë kampionati, ne jemi përqendruar, por ne jemi deri tani rregull, nuk mund të them maksimumi sepse kemi hapësirë, por jam kënaqur edhe krenar me skuadrën.